Tun gjatjeta uroj t'jeni mirë. Dëshmia që të rondit Hagën, çfarë do të zbuloj generali Wesley Clark për Thaçin ditën e hënë tek gjykata speciale në Hagë dhe çfarë pret Edi Rama këtu në Tiranë. Nesër sigurisht është një eveniment i rëndësishëm sportiv që ka lidhje me kombin. Luaj me Anglinë, por një ngjarje tjetër jashtëzakonisht e rëndësishme është ditën e hënë. Dëshmia e ish generalit të shefit të NATO-s, generalit Wesley Clark, ai do të zbarkoj me gjithë fuqinë e tij në gjykatën speciale të flas për dhe të jap dëshminë e tij lidhur me UÇK-n. Çfarë është duke ndodhur në Hagë dhe çfarë pritet të ndodh pas kësaj deklarate pas këtyre dëshmive të Wesley Clark. Me sa duket mbrojtja e ka lënë për në fund, ai është edhe personi i cili mbyll kapitullin e dëshmitarëve të cilët dalin në mbrojtje të Hashim Thaçit dhe të shokëve të tij, të cilët mbahen të arrestuar në Hagë atje pra për arsye se kemi akuza se ata janë përfshirë në krime, një tentativë të cilën ju e njihni të gjithë, të instrumentalizuar, të gatuar, të përgatitur nga Beogradi dhe nga lojtarët e Beogradit në Europë për të kriminalizuar narrativën e UÇK-s, për të kriminalizuar narrativën e luftës çlirimtare të shqiptarëve kundër makinerisë vrasëse të Slobodan Miloševićit. Janë pyetje të mëdha të cilat duhet i bëjmë sot. Çfarë tregon kjo dëshmi e Wesley Clarkut? Çfarë do të thotë Wesley Clark ditën e hënë atje? Cilat pritet të jenë tonet e dëshmisë së tij në Hagë? Sa munden ata ta ndryshojnë orientimin dhe drejtimin dhe sa munden të gjykimit, pra sa mundet Wesley Clark të ndikojë në vendimin përfundimtar që po afrohet ndaj liderëve të UÇK-s, ndaj narrativës së UÇK-s, ndaj këtij momenti jashtëzakonisht të rëndësishëm historik gjeopolitik për planetin në tërësinë e tij, por edhe për Ballkanin në veçanti. Ju e kuptoni dhe ju a kemi shpjeguar çdo natë në bisedat tona gjeopolitike që Ballkani, Europa, bota janë të gjitha duke u transferuar në një botë tjetër të re. 6-7 luftra të reja janë duke u hapur në Afrikë, në detin e Kinës Jugut, në Karaibe, në lindjen e mesme, të cilat do të na shoqërojnë në 2026. 2026 do të jetë një tërmet i madh dhe ne këtu duhet kuptojmë se çfarë po ndodh me ne në Ballkan. Fillimisht unë dua t'ju rikujtoj, miq të dashur, që Wesley Clark nuk është thjesht një ish general shef i NATO-s. Wesley Clark shkon në gjykatën speciale në emër dhe me të gjithë peshën dhe me të gjithë fuqinë e Amerikës. Pse? Sepse Wesley Clark shkon atje për t'i treguar gjykatës speciale që në qoftë se do të përdorni narrativën se UÇK-ja është kriminale, ju do të tentoni të kriminalizoni vetë NATO-n, vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët pa UÇK-n nuk do të kishin në terren absolutisht një bashkëpunëtor real dhe konkret në luftën për çlirimin e Kosovës. Këtë luftë drejt e cila u la me gjak të pastër dhe me gjak njerëzish të cilët sakrifikuan jetët e tyre, familjet e tyre, gjakun e tyre, me në krye liderin legjendar Adem Jasharin që u shua me gjithë familjen. Qarqe serbe dhe europianët saktuar duan ta kriminalizojnë. I fundit e dëshmive vjen dëshmia e Wesley Clarkit. A guxon specialja ta injoroj Wesley Clarkun? A mundet ta kthejnë bosh? A mundet specialja të kriminalizoj NATO-n dhe Amerikën në qoftë se Wesley Clark jep një dëshmi të qartë, të fortë dhe të rënditse, e cila ka për synim të krijojë cover dhe mburoj për UÇK-n dhe për drejtuesit e saj. Të shumta kanë qenë lojrat, të shumta kanë qenë filmat. Unë do të përpiqem në një minutazh që shpresoj të mos jetë i gjatë
të bëj të qartë për gjithë shqiptarët që na ndjekin këtu dhe në diasporë se çfarë fshihet pas kësaj loje të madhe. Fillimisht, sa i përket Wesley Clarkut, po formalisht në dimensionin formal, gjykata speciale e Hagës mundet edhe ta injoroj Wesley Clarkun apo dëshminë e tij, por kjo varet gjithmonë se çfarë do të thotë generali dhe çfarë ka fshehur ai për zbritjen në këtë zbritje të rrufeshme nga Washingtoni, pra në drejtim të speciales. Para tij ishte James Rubin, i cili gjithashtu dha dëshmitë e tij, u kontestuan disa nga dëshmitë e tij për arsye se në segmente të caktuara të dëshmisë së zotit Rubin kishte një lloj tentative ndoshta edhe indirekte për të delegjitimuar pastërtinë dhe ekzistencën e vet të një lufte të kryer nga organizata, nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës, pra nga UÇK-ja. Pra formalisht specialja mundet ta injorojë, por në praktik do të jetë shumë e vështirë. Specialja është juridikisht e pavarur, ashtu siç pretendon, edhe pse politikisht është e themeluar me shtytje dhe nxitje ndërkombëtare. Ju këtë e dini të gjithë. Pas një diskutim, gjykata mund të thotë se dëshmia nuk është relevante e Wesley Clarkut, ose nuk ka lidhje direkte me akta akuzën, por e ka shumë të vështirë ta bëj këtë film me Wesley Clark, sepse Wesley Clark nuk është një dëshmitar i radhës, por është personi numër 1, i cili mishëron lidhjen strategjike ndërmjet Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, lidhjen strategjike ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe gjakut të derdhur për Kosovë dhe çdo lloj përpjekje që është bërë. Kush do të synoj që ta godas këtë lidhje strategjike, do të duhet të përballet me pasoja jashtëzakonisht të rrezikshme. Pa asnjë diskutim, Wesley Clark si ish shefi i NATO-s dhe numri 1 i Aleancës Strategjike të Gjakut Shqiptar, të UÇK-s dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës, ka pa asnjë diskutim informacione të klasifikuara dhe flet nga pozita e një njeriu i cili e komandoi luftën e NATO-s. Nuk ishte thjesht një ushtar, as një general i përkohshëm, ishte dirigjenti, ishte kompozitori ushtarak i kësaj lufte. Injorimi i tij do të dukej si tërësisht politik nga Haga dhe pas një diskutim që do të diskreditonte plotësisht gjykatën speciale dhe vetë procesin e gjyqit ndaj Hashim Thaqit dhe shokëve të tij atje. Pas një diskutim do të minonte legitimitetin e saj të kësaj gjykate pra në opinionin ndërkombëtar dhe do të hapte pas një diskutim dyer për kritika të jashtëzakonshme dhe për sulme të furishme që do të vinin nga Kongresi Amerikan, por jo më pak edhe nga Pentagoni, i cili përfaqësohej tek NATO-ja dhe përfaqësohej në frym, në taktik dhe në strategji me vizionin e projektuar nga generali Wesley Clark. Por çfarë pritet të ndodhë? Në qoftë se Clark dëshmon drejt për drejti, specialja nuk ka asnjë mundësi që ta injorojë dëshminë e tij, pa i bërë llogarit që do t'i vë zjarrin vetes, apo do t'i vërë zjarrin legitimitetit të vetes. E dyta, nga ana tjetër, pyetja legjitime që bëhet këtu është: a mundet ta besojmë që Amerika mund të marrë përsipër riskun e refuzimit të speciales për dëshminë e Wesley Clarkut? Pra, ai kanë bërë mirë llogarit amerikanët që kanë çuar Wesley Clarkun në Europë të dëshmoj për UÇK-n, po në rast se mund të injorohet, Amerika, miqtë e mi të dashur, që ta kuptoni sepse kjo është pika dhe themra e akilit në këtë bisedë. Amerika sot ka 2 linja. Është linja e cila linja 1 është linja e establishmentit, është deep state-i, është shteti i thellë që janë demokratët amerikanë dhe eurokratët, pra bashkë me burokratët e Sorosian këtu në Europë, dhe duan që kjo linjë pra
Deep State dhe demokratët e vjetër, demokratët e ri, liberale demokrat me eurokratët duan që specialja të funksionojë dhe të përfundoj punën sipas logjikës së tyre apo sipas linjës së tyre. Ata preferojnë, kjo linjë e Amerikës, preferon që Thachit mos dalë në këtë moment hero politik në Ballkan në kohën pra që është rikthyer Donald Trump. Sepse kjo lloj e majte e Amerikës bashkë me eurokratët e Europës duan që ta evitojnë mundësinë që t'i jepet qoftë dhe një arsye Donald Trumpit që të shitet si hero apo të shfaqet si hero. Ata preferojnë pra që Thachit mos dalë në këtë moment. Dhe një refuzim i generalit Clark për këtë pjesë të Amerikës, pra shtetin e thellë dhe për demokratët dhe eurokratët, do të konsiderohej në thonjza u ruajt pavarësia e gjykatës speciale. Pra ne nuk e lam të ndikohet linja zyrtare e speciales as nga generali Clark, as nga dikush tjetër, dhe kjo tregon, në thonjza gjithmonë, që drejtësia është e pavarur. Linja 2 e Amerikës është administrata Trump, që është në përballje agresive me linjën e shtetit të thellë, por edhe me linjën e demokratëve dhe të eurokratëve. Ju e keni parë përplasjet e mëdha të Donald Trumpit me establishmentin sorosian të Europës, sikurse e keni parë dhe përplasjen brenda në Amerikë me Deep State-in atje, ndaj kanë shpërthyer edhe dosjet të Epstein, sa herë ka përplasje të mëdha, i dalin dosje të mëdha me të cilat ai do të duhet të përballen. Linja e administratës Trump nuk e do specialen në këtë formë si është duke funksionuar tani, dhe e sheh specialen si një instrument të liberalëve demokratë, të linjës së Obamës, të Bidenit dhe të Hillary Clintonit, pra të kësaj lloj Amerike. Nëse specialja refuzon Clarkun, Trumpi fiton argumentin dhe do të thotë që kjo gjykat është politike, është e drejtuar nga burokratët sorosian dhe nga sorosistët e Europës. Pra, Amerika në një farë mënyrë e merr riskun që të shkojë në Hag, sepse në të dyja versionet, çfarëdo që të marrë vendim specialja në Hag, njëra palë e Amerikës do të fitojë. O do të fitojë shteti i thellë me liberale demokrat bashkë me eurokratët sorosian, ose fiton linja e Trumpit. Pra, Amerika fiton në të dy anët, cili do qoftë vendimi në dimensionin e luftës së tyre të brendshme, por jo në dimensionin makro të pozicionit Amerikës, e cila ka qenë mbështetësia dhe aleatja kryesore strategjike e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, mbështetja absolute e popullit shqiptar në përpjekjet e tyre për liri dhe për pavarësi. Nëse specialja e bën këtë moment të diskutueshëm, pa diskutim do të haj edhe pa kohë që do të jetë pjesë e debatit kjo histori, dhe në të gjitha rastet interesi i Shtetit Bashkuar sot është ai që do të prevaloj, por si do të prevaloj. Dhe këtu kemi një pyetje, amerikanët e duan Thachin që të lirohet apo e duan Thachin që të dalë në liri? Edhe këtu kthehemi tek dy linjat. Njëra linjë e do Thachin me shokët e tij brenda dhe nuk ka interes që ata të dalin tashmë si heroj, dhe Thaçi nevojitet gjithashtu për Donald Trumpin si kundërpesh për Albin Kurtin dhe lëvizjen vetëvendosje, i perceptuar si i majt agresiv dhe agresivisht anti-Donald Trump. Ndaj Donald Trump do të përpiqet me çdo kusht që të rikthej rolin e tij të madh në Ballkan, duke ardhur në Ballkan mbi kalin e Hashim Thachit, të cilin do të shohim se si do të vendos gjykata speciale dhe çfarë do të zbuloj generali Clark atje.
Trump do ta përdorë këtë pa asnjë diskutim si një mjet për të shtyrë përpara marrëveshjen Kosovë-Serbi, të cilën Trump e konsideron një projekt të tij personal të papërfunduar, madje shpesh është folur nga njerëzit pranë Donald Trumpit që Hashim Thacin e kapën dhe arrestuan eurokratët dhe burokratët dhe sorosianët në rrugën e tij ku ishte duke shkuar për në Washington, ndërsa pala tjetër mbrohet duke thënë që jo, Hashim Thaçi nuk po shkonte për një marrëveshje me Donald Trumpin, po po shkonte për të coptuar Kosovën tek Donald Trumpi, pra duke u referuar planit të Trumpit për Kosovën, ndërkohë që Richard Grenell e ka refuzuar mundësinë që të kemi plan të Donald Trumpit për ndarje Kosovë apo për shkëmbim territoresh. Pas një diskutim, Trump e do këtë që të çojë përpara rolin e tij si aktor dhe të çojë përpara marrëveshjen e mundshme të projektuar prej tij Kosovë-Serbi, të cilën ai synon ta servir në mesin e menus së madhe, të cilën e servir për gjithë botën, që ai është njeriu i paqes dhe që po arrin të mbyll të gjitha zonat e konfliktit kudo nëpër botë, pas një diskutim që amerikanët dhe Trump e shohin Thacin në këtë moment si një lider të aftë dhe të fuqishëm, i cili ka peshë politike dhe ka autoritet për të balancuar ndikimin gjerman dhe atë rus në Ballkan. Në momente të caktuara Gjermania sigurisht është pjesë e interesave dhe ka qenë pranë interesave të shqiptarëve, por në dimensionin makro, lojtarët kryesorë që luajnë në Ballkan në momente të caktuara nuk kanë përputhshmëri me njëri tjetrin. Interesi i Trumpit është që Thaçi të dalë ose të ketë një proces të ri gjykimi me standarde të reja, me standarde reale. Nëse do ta shohim nga këndvështrimi i establishmentit demokrat dhe eurokrat, pra të majtët sorosian, lirimi i Thacit në këtë moment do të dukej si një fitore strategjike për Trumpin dhe amerikano-konservatorët, ata nuk do të lejonin në asnjë mënyrë diçka të tillë të ndodhë. Thaçi shihet si simbol i politikës së vjetër, si simbol në momente të caktuara edhe i korrupsionit që nuk kontrollohet lehtësisht nga progresistët majtistë europian, dhe interesi i tyre në këtë moment i kësaj linje pra është që Hashim Thaçi dhe shokët e tij të qëndrojnë brenda edhe disa kohë, derisa të mbyllet dosja politike ose të lirohen pak më vonë teknikisht, pra por pa bujë të madhe, pa i rikthyer si heroj. Pyetja e madhe është sa ndikon deklarata e Wesley Clark. Realisht ndikon shumë, jashtëzakonisht shumë. Ai mund të thotë Wesley Clark, pra generali mund të thotë se nuk ka pasur ushtri çlirimtare kriminale, ka patur UÇK, aleate të SBA-s dhe të NATO-s. Pa ta ne nuk do të fitonim, mund të jetë një deklaratë e Clarkut, që do të thotë në qoftë se do të guxoni të nxirrni organizatë kriminale UÇK-n, automatikisht keni thënë për Amerikën që është organizatë kriminale dhe për këtë do duhet paguani faturën. Në atë moment, pra në momentin që Wesley Clark mund të bëjë një deklaratë bombë të tillë, akuzat e speciales bien dhe thërmohen moralisht automatikisht. Dhe çdo media ndërkombëtare do të ndryshojë tonin automatikisht. CNN, New York Times, Guardian, Politico, të gjitha do të ndryshonin tonin, sepse nuk mund ta djegin figurën e njeriut i cili fitoi në luftën e NATO-s, ishte një luftë e Amerikës. Gjykata ekspozohet si instrument politik i ndërtuar nga burokratët e BE-s në këtë rast dhe humbet legjitimitetin, dhe deklarata e Clarkut ditën e hënë është arma bërthamore e Hashim Thacit, por do të shohim si do të gjuaj dhe sa do të gjuaj kjo armë e madhe. Pra, për ta kuptuar më mirë këtë histori, duhet të kuptojmë se Thaçi shihet si një njeri më pranë Amerikës
së djathtë më pranë Pentagonit dhe më pranë britanikëve. Dhe nga ana tjetër, duhet kuptojmë se dëshmia do të ndryshojë strategjikisht rrjedhën e ngjarjeve atje. Përndryshe, do të thotë që kemi hyrë në një çarje të madhe brenda Amerikës, e cila ka dalë tashmë nga kontrolli. Ajo që duhet kuptojmë është se çështja e 4 liderëve të UÇK-s në gjykatën speciale në Hag nuk është një çështje juridike, as një çështje e gjyqësorit. Është çështja kush kontrollon narrativën e historisë së NATO-s. A do të lejojë NATO të kontrollohet narrativa e historisë së saj nga një grusht burokratësh të cilët për interesat e tyre janë të gatshme të shëmbin narrativën e luftës së NATO-s duke kriminalizuar UÇK-n dhe drejtuesit e saj, apo nuk do të guxojnë ta bëjnë këtë. Nëse dëshmia e Wesley Clark ditën e hënë bëhet pjesë e dosjes dhe hyn brenda dosje, Thaçi e ka rrugën e hapur, e ka autostradën të hapur. Nëse Specialia e refuzon ta marrë në konsiderat deklaratën e Wesley Clarkut që varet se çfarë intensiteti do të ketë, Specialia në këtë moment automatikisht do të duket si një instrument anti-amerikan me duar amerikane, siç ndodh këtu në Shqipëri, që Amerika sulmohet nga njerëz të cilët ngrenë flamur amerikan. Pse ndodh si ndodh, shumë e thellë kjo, do t'ja shpjegoj më rrugës, por loja shumë e thellë nga zhduket. Specialia këtu pra do të duket si një instrument anti-amerikan në momentin pra kur Donald Trump po tenton të rikthej kontrollin amerikan. Amerika pra është e ndarë ndërmjet dy linjave. Prandaj çdo skenar i Thaçit lidhet drejt për së drejti me Donald Trump. Këtu kemi një linjë që lidhet gjithashtu me Tiranën. A mundet dhe a do duhet që të reagojë Tirana, si do të reagojë Tirana, çfarë po pret Edi Rama për shembull? Pse Edi Rama është duke u ngjitur tek barka Hashim Thaçit? Unë ju tregova, miq të dashur, edhe kur u bë protesta këtu, ju thash që është protestë politike, e përdorur nga Edi Rama si një tentativë e tij për të bërë lavjersin, për të hedhur nga njëra barkë tek tjetra dhe për të hedhur tek barka e re amerikane. Pse pra? Sepse Edi Rama e di shumë mirë që fundi i tij është duke u afruar. Edi Rama e di shumë mirë që ka dosjen me Gonigal të hapur atje, e di shumë mirë që rezulton tek dosjet e Departamentit të Shtetit si njëri i lidhur me kartelet dhe e ka shndërruar Shqipërinë në qendër operacionale të krimit të organizuar, tashmë me arrestimin dhe me nxjerrjen shpallje non grata dhe në listën e zezë të Departamentit të Thesarit, të personazhit të lidhur me kartelet e drogës në Meksik, që kishte takuar Edi Ramën dhe me të cilin ai bënte plane për të ardhur, për të pastruar paratë e kartelit këtu në Tiranë nëpërmjet kazinove dhe ndërtimit. Edi Rama po pret që Hashim Thaçi të dalë, të godas Albin Kurtin dhe të rikthej rolin e tij në Ballkan si lojtar i Ballkanit. Albin Kurti nuk e do. Maqedonia e Veriut është duke gjetur rrugën e saj të re për në Washington. Aleksandar Vučić ka hallin e madh të protestave dhe është duke tentuar të shpëtoj kokën e vet. Nuk e ka mendjen tek vllai i tij në Tiranë. Dhe Rama po përpiqet dhe do të përpiqet tashmë që ja ka thirrë spaku të pandehur edhe zvendës kryeministren për afera korruptive dhe ju i pat në përgjime se si i thonë Palloshi, i përdali
njerëzit, shefit të tyre, Edi Ramës pra, SBA-ja e Obamës dhe e Bidenit dhe BE-ja progresiste sorosiane duan ta neutralizojnë linjën historike pro-amerikane të UÇK-s. Rama don të ngjitet tek Ania. U bë barkas, ushtri para Giorgia Melonit në Itali, e pa çfarë i tha italianëve, çfarë të kërkoi Italia do ja japim. Është duke bërë marrëveshje me izraelitët që të sjell industrinë e armatimeve këtu në mënyrë që të kërkojë një bark shpëtimi në Tel Aviv, nuk e gjen dot, sepse Amerika nuk është duke luajtur më 100% për Izraelin. Kjo është një analizë e vete, do t'ju shpjegoj se si ka filluar Amerika t'i bëjë llogaritë e reja në raport me Tel Avivin. Kjo nuk do të thotë që nuk janë aleat, as nuk do të thotë që nuk e duan më njëri tjetrin. Jo, është pak më e komplikuar loja, por llogaritë e reja amerikane në raport me Tel Avivin nuk janë më ato raporte që kanë qenë deri sot. Ndaj dhe Rama gjuan në ajër dhe gjuan me fishek bosh në momentin që shkon ta kërkojë shpëtimin e tij në Tel Aviv. Për këtë arsye, Edi Rama do të bëjë çdo gjë që është e mundur të vi Hashim Thaçi të dalë nga Haga, prandaj e bëri dhe protestën këtu në Tiranë. Pse? Sepse ai don të ngjitet ke barka e Donald Trumpit. Ai e di që stuhia po vjen dhe shuplaka për të është shumë e fortë dhe shumë e madhe dhe për të gjithë hajdutët me të cilët ai ka rrethuar veten dhe ka grabitur shqiptarët. Por çfarë mendon Rama? Në rast se kthehet Thaçi dhe në rast se Thaçi është në Prishtinë si një lojtar i ri i besuar i Washingtonit apo i Donald Trumpit, unë thot edhe nëse e ha shuplakën, do ta ha ndonjë çik të fortë të butë pas qafës, por nuk do ha atë shkelmin ke shtylla kurrizore që të thyn mes dhe të shkatërron jetën komplet dhe të hedh në erë karrierën politike. Po mirë, dikush mund të më thotë, o Kreshnik, po a mundet që ky Wesley Clark të dalë kundër establishmentit dhe deep state-it dhe liberalëve, eurokratëve dhe burokratëve liberal dhe linjës sorosiane, sepse ai vjen nga Partia Demokratike? Kjo është pyetje shumë e rëndësishme. Po, Wesley Clark mund të dalë, sepse është personazh me fuqi të jashtëzakonshme botërore ushtarake, sepse edhe pse ka qenë i djathtë dhe demokrat, është linja Clinton, Pentagon, UÇK, është NATO, është rol historik dhe mision historik çlirimi i Kosovës, nuk është mision taktik, është historia e generalit vet. Wesley Clark ka kohë që ka kaluar me të djathtën dhe është nga njerëzit me pushtet të jashtëzakonshëm ende në Pentagon dhe në qarqet e djathta, edhe pse vjen nga liberalët e majt dhe nga demokratët. Wesley Clark është nga ata personazhe të cilët nuk ka njeri këllqe me i dalë përpara dhe t'i thotë deklaro kështu, mos deklaro ashtu. Nuk guxon as Sorosi, as Deep State-i, as kërkush, sepse generali Wesley Clark, me lidhjet e tij, me fuqinë e tij dhe me peshën e tij specifike, prap atij ka skuadra të frikshme pushteti dhe qarqe jashtëzakonisht të rëndësishme, të cilat sorosianët dhe liberalët e majt i dinë dhe nuk guxon njëri ta marrë Wesley Clarkun në telefon dhe t'i thotë deklaro kështu në Hag, po mos deklaro ashtu. Wesley Clark e ka çlirimin e Kosovës dhe bashkëpunimin me UÇK-n, e ka historinë e tij strategjike dhe ai është pika që ndërlidh gjakun shqiptar dhe nderin shqiptar të luftës për çlirimin e Kosovës me historinë e tij personale dhe me autoritetin e Amerikës si pjesë e leadershipit të planetit, si komandanti i planetit në kohën kur u çlirua NATO, por edhe deri në ditët e sotme. Ky status i veçantë i Wesley Clarkut e bën atë që të trondis të gjithë eurokratët edhe liberalët e majt, të cilët do të dëshironin që dëshmia e Wesley Clarkut, bomba atomike e Hashim Thaçit ditën e hënë, të mos ndikoj tek narrativa e gjyqësorit, se pasi
sipas sorosianëve, gjyqësori është i pavarur dhe nuk duhet të ndikohet nga ushtria as nga politika. Wesley Clark është shumë i fuqishëm miq dhe ka peshë të jashtëzakonshme, është një lojtar i madh në Amerikë me ndikim me rrjete të forta në Pentagon, rrjetet ushtarake, por tashmë siç u thash ka filluar të batoj djathtas, gjëra të mëdha do të ndodhin në zhvillim, në vijim, ngjarje të jashtëzakonshme, do të jemi aty për t'i kuptuar pak nga pak, hap pas hapi, minutë pas minute, orë pas ore. Ditën e hënë është dëshmia të cilën do ta presin gjithë shqiptarët dhe që është dëshmia e kokës dhe e majës së hierarkisë së NATO-s, Washingtonit, Pentagonit dhe të gjithë orientimit strategjik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në raport me luftën e Kosovës dhe në raport me vizionin amerikan për aleancën e tyre me faktorin shqiptar në botën e re që po lind. Dëshmia e Wesley Clark, generalit Clark, ditën e hënë do të na zbuloj shumë çka, ndaj unë kisha dëshirë që ta bëj këtë bisedë me ju sonte, duke ju falendëruar shumë për kohën tuaj të çmuar dhe për mbështetjen që na keni bërë. Përsëris ftesën time për të gjithë miqt të cilët nuk janë abonuar ende t'i bëjnë subscribe kanalit dhe nëse mendoni se këto biseda janë me vlerë për pjesën tjetër të shqiptarëve, ju lutem përcjellja një atyre ta ngrem bashk gjithë këtë kanal i cili po rritet me shpejtësi fal mbështetjes tuaj dhe dashamirësisë tuaj të madhe. Unë nuk do të ndalem, shpresoj që ju të bëni edhe të njëjtën gjë. Shqipëria, Kosova, Dardania, faktori shqiptar janë përballë sfidave të mëdha, përballë kohërave të mëdha dhe ne duhet të kuptojmë gjithçka po ndodh me sy të imët, me lente të hodha, të gjykojmë me racionalizëm, me qetësi, të kuptojmë lojrat, skemat dhe kulisat dhe të konfigurojmë interesin tonë nalt kombëtar. Kaq për sot, zhvillime të tjera të jashtëzakonshme të mëdha me ritme të shpejta janë duke ndodhur për ju e dini si gjithmonë. Ato vijojnë në numrin e ardhshëm.